Zoti Osmani, sa e dëmton korrupsioni qeveritar vetë Shqipërinë për të qenë një faktor vërtet vendimtar në rajonin e Ballkanit, përmendim këtu rastin e zonjës Balluku, e cila është bërë dhe kryefjalë tashmë e disa diskutimeve shpeshherë në Bruksel. Dhe në këtë rast, çfarë pritet të ndodhë me vetë Ballukun dhe Edi Ramën? Atëherë unë mendoj që Balluku dhe Rama tashmë janë simbolika e shkallës superlative të zisë të korrupsionit, të antishqiptarisë, të hajdutërisë, të grabitjes, të shkatërimit. Pse po qëndrojnë? Po qëndrojnë se kanë opozitë kolaboracioniste, janë bashkëpunëtorët e tyre në opozitë. Po qëndrojnë sepse populli brenda është i pafuqishëm, populli kontrollohet nga grupime kriminale, nga rrjete kriminale të cilat kontrolloheshin shumë mirë nga Balluku. Balluku, kjo zonjë e zezë, e cila i shërbeu planit të Edi Ramës për të grabit shqiptarët, nuk ka qenë e vetme. Më vjen keq që një pjesë e shqiptarëve bien pre të një retorike të ndërtuar me shumë djallëzi nga portalet e antishqiptarisë, të cilët thonë përse keni kaq shumë lef për një grua, për seksin femër, ajo është një zonjë, është një grua, ne nuk kemi urrejtje për zonjën, ne kemi urrejtje për atë që ka bërë zonja, dhe ajo që ka bërë zonja nuk e bëjnë gjinjtë e nënave. Nënat janë gra, japin gjih, japin jetë, nxjerrin nga mitrat e tyre, prodhojnë jetë, prodhojnë lumturi, prodhojnë dashuri, prodhojnë familje. Nënat nuk shesin kombe, nënat nuk prodhojnë tradhti. Femrat janë të bukura, i ka kriju Zoti të bukura për dashuri, për jetë, për bukuri, për zbukuru sytë, për të mbajtë familjen, për t'i ofru dashuri familjes, fëmijës, bashkëshortit, gruas, motrës, vllajt, kolegut, njeriu të afërmit familjarit. Këto unë kështu e njoh. Ky është përkufizimi i gjinisë femër për mua si kreshnik. Sekti i rilindjes ka manuale të tjera. Sekti nuk beson tek manualet e familjes, të kombit, dashurisë, identitetit gjinor, malinj, tek femra, tek mashkulli. Këta i përkasin një pakete tjetër vlerash që buron nga një bathore identitare, qoftë seksuale, qoftë gjinore, qoftë kulturore, qoftë erotike, qoftë kombëtariste dhe politike. Antarësia e sektit ka prodhuar këtë masë politikanësh, e cila na përfaqëson sot Edi Rama, Balluku, Spiro Pali, Taulan Balla dhe gjithë këta janë një sekt në largim e sipër, sa po të përfundoj të ulen tensionet në Iran. Këtu do të ketë një revansh të madh. Ata po përfitojnë kohë dhe po tentojnë të shesin interesat e Shqipërisë strategjike që të blejnë pushtet në Washington ose nëpërmjet Athinës, ose nëpërmjet Abu Dhabit, ose nëpërmjet Tel Avivit, ose nëpërmjet qarqeve dhe qendrave të tjera diplomatike apo politike rajonale dhe ndërkombëtare. Rama është duke bler kohë, po përplaset me gjermanët, i shpalli gjermanët armiq, sepse ka kuptuar që me sa duket Gjermania nuk do ta lëshojë Ballkanin në duart e tradhtisë dhe në duart e Ballukut dhe të grupacioneve kriminale që janë pas Ballukut, që komandojnë të gjithë tenderat e Shqipërisë, të gjithë paratë e pistave të zeza të Shqipërisë dhe prodhojnë aq deputet sa t'i kërkoi Edi Rama në tavolinë. Balluku nuk fitoi në firë aq deputet sepse aq kishte mundësi. Fitoi aq sepse aq i kërkon Edi Rama. Edi Rama mund të kërkojë nesër të fitojë 120 deputet dhe i merr, sepse Shqipëria kontrollohet nga kartelet e kokainës, nga Durrësi në Fier, nga Tropoja deri në Saran, nga Vlora deri në Korçë. 4-5 klane, 4-5 kartele. Ndërkombëtarët janë duke pa. Gjermania është e vendosur dhe po luan agresivisht. Shpresojnë që si mike e vjetër e shqiptarëve
të mos i braktisë shqiptarët në nduart e kartelit Rama Balluku, Balla dhe i gjithë enturazhi tjetër. Zoti Osmani dhe po. Brenda rilindjes ka filluar edhe një luftë civile, e cila do të aktivizohet akoma më shumë, sepse mit fillojnë të largohen nga barka kur barka mbytet. Ndoshta ka një patronazhim të Ballkanit nga Gjermania sipas lojës së re amerikane. Amerikanët mund t'ja kenë lënë Ballkanin, merruni ju me këta se unë po merrem me Iranin dhe me Kinën. Rama po blen kohë bashkë me Ballukun, sa të munden, do shesin Shqipëri sa të munden, në mënyrë që të blen pushtet ndërkombëtar. A do t'ja dalin apo jo? Unë mendoj që jo, dhe Rama i ka ditët e numëruara. Zoti Osmani, në këtë rast ka plasur, po themi në thonjza, një luftë e brendshme në Partinë Socialiste pas disa lëvizjeve të fundit të Edi Ramës, qoftë kundrejt Spiro Palit, por edhe elementeve të tjerë, teksa ditën e sotme dhe një nga figurat e njohura të Partisë Socialiste të dikurshme, Ermelinda Meksi, kishte mbajtur një qëndrim, po themi, deri diku kritik në raport ndaj Edi Ramës, nisur nga deklarata e fundit e Marta Kos. Pa diskutim që ka filluar, unë e thash edhe para se ta bënit ju pyetjen, po ka filluar një luftë civile brenda, ka filluar një rebelim. Unë besoj që socialistët e papërlyer në aktivitetin kriminal të sektit të rilindjes duhet të gjejnë energji për të ardhur në ndihmë të kombit të tyre dhe jo të partisë tyre. Partia e tyre po shkatron sot kombin shqiptar. Partia e tyre po fundos sot shqiptarët. Në qoftë se ka, unë jam i prirur të besoj që ka, edhe pse nuk jam socialist në bindje apo i majt apo komunist, jam i djathtë. Unë besoj që brenda tyre ka njerëz të cilët nuk i kanë të përlyera duart me gjakun e shqiptarëve dhe me interesat e tyre. Nëse kjo pjesë beninje e të majtës dhe socialistëve ekziston, sot ata duhet i japin fund dhe të distancohen nga kreu i sektit të rilindjes që ka shpërfytyruar partinë e tyre dhe më pas interesat e kombit shqiptar. Ata do të vazhdojnë ta intensifikojnë këtë sa po të rritet presionin ndaj Ramës, sepse në PS ka nisur të bëhen llogarit kush do të zëvendësoj Edi Ramën. Edi Rama i ka skaduar afati, ai e di shumë mirë që nuk do të jetë më, por është duke i varur shpresat tek basti i tij i madh gjeopolitik që ka vënë, që është humbja e Amerikës. Po humbi Amerika luftën e tretë botërore, Edi Rama e ka bërë gati karrigen tek pjesa tjetër e botës dhe e ka bërë pazarin gati. E njofton her pas herë me metodat e tij. Kinezët janë në derë, kinezët janë të mahnitshëm, janë duke na pritur, kush do me pa dje tha para të huajve, para ambasadorëve, kush do me pa korrupsionin ke shtëpia jonë, shkoj qofi korrupsionin ke shtëpia vet, tha. I dim neve të punët tona. Në sy ambasadores amerikane, asaj zonjës të ngarkuarës me punë, Nancy Varnhorn i tha, kinezët i kemi prapa derës, Serbinë e ka ty, Rusinë e ka ty, i ka bërë planet gati, ishte në Tel Aviv, i dorëzoi të gjithë qënjen e tij, i tha Musadit, unë jam këtu po mdridhen këmbët, më jepni një pazar, djalin tim e keni garantin e kësaj loje, është në të drejtën e tij për të bërë gjithçka që të mbajë veten. Unë besoj që ai është kosto e lartë për sistemin euroatlantik, nëse do të kemi më sistem euroatlantik. Në qoftë se zhbëhet sistemi euroatlantik, në qoftë se Amerika humbet betejën, Europa, NATO humbet betejën, shqiptar paçi fat, Zoti qoftë me ju. Do të jemi në një situatë krejt tjetër. Unë jam i prirur që nuk të besoj që do të përfundoj kështu, do të kemi një formulë win-win. Në qoftë se ndodh, ai po luan për skenarin ekstrem, që Amerika të mbas betejën. Për ndryshe, Edi Rama është kosto e madhe për aksionin euroatlantik në Shqipëri dhe për investimin euroatlantik në Shqipëri. Qoftë për Washingtonin, qoftë për Brukselin. Dhe në qoftë se Edi Rama
bashkë me ortakët e tij në opozit, do të vazhdoj të jetë lojtar tranzicioni edhe për një kohë të gjatë, ne do të zbulohet për shqiptarët hipokrizia e aksionit perëndimor, hipokrizia e euroatlantizmit, hipokrizia e Washingtonit dhe e Brukselit, dhe shqiptarët vërtetësisht do të përgatiten për alternativa të reja gjeopolitike të zhgënjur nga aksioni euroatlantist. Unë besoj që oferta euroatlantiste e ka kosto të jashtëzakonshme Edi Ramën, sektin e Rilindjes dhe bashkëpunëtorët e tij në opozit. Dhe jam i prirur të besoj që kanë nevojë ende për t'i patur shqiptarët në anën e tyre. Dhe ne urojmë që të ndodhë kjo.